Kemi ardhur tek kroji Vitakut këto në Mitrovicë. Tek një kull. E kur përmendet fjala kull, na shkon mendja menjëherë para luftës, se mbas luftës nuk ka mbet thuajse asnjë. Kemi ardhur tek Zotri Ali Kadriu, i cili ka 2 kulla të cilat i ruan me shumë fanatizëm, edhe se i ka kërkuar Serbia me shit. Po ky nuk i ka shitë. Tash të shohim se çana thot Baci Ali. Baci Ali, faleminderit shumë që ke pranuar për lajmin. Kumni që Serbia të ka jep shumë pare për me i shit këto kulla, pse nuk i ke shit? Po ata kanë jep pare, mirë po kullat, që ke kulla i ka simbolike, i ka 8 rëndzi, edhe i ka 3 plisa, njona 3 plisa, edhe plisi shqiptar nuk shitet. Çfarë pjesë është kjo tash? Kjo këtu është qendër kulture, kjo bëhen aktivitete. Që promovohet libri. Që që ka qenë përvetori i profesorit Latif edhe Agim Hajricit. Që ku janë ato fotografit. Bush që ato dhorata me ikse. Në qovë se shteti Serb të kishë dhanë miliona euro, prap nuk e kishe shit? Jo. Për mu pare nuk vlen, për mu liria është me shtrejta. A ka qenë ndonjëherë krerë i shtetit me vizitu këtë kull? Po këtu kanë qenë tonë, krejt kanë qenë. Peja Shimthoqit, Kadri Veseli, ka pos deputeta Leonces, ka pos Albin Kurti, pahin për shtetë, krejt tonë kanë qenë këtu. Deputet vinë njerës intelektual, misha orën dhe Renqel, unë kërkuj dhere nuk jam fila ta në misha orën dhe Kurti. Të poshtë që po jetojshë këto, qëfar knatësie është? Po këtu është knatësi se është qetë është, vendi mirë për shef për isarën për këtyrë tash, e shef që i brin krejt lukime në i brin të shef. Edhe është territor shqiptare ndi që janë në atleta në të këta. E përmenum Skenderaj, na shkojnë shpesh Skenderaj? Shkojnë Skenderaj. Ku të pushon zemra ma shumë Mitrovica në Skenderaj? Për zotën, tash ma shumë këtu. Ma shumë më pushon zemra këtu. Se unë kur i ku mbaru shpijat me vlonë, po ka qenë vëgjenaraj. Atin, që ku mujtë nga këna mujtë, që ku më mbaru, që ku më portë anina. Mirë po e që këna do të përshku halanina. Se ma nuk jena më tokë me jep kërkujna. E kështu që jena ardhina vendosë që tu. Që ka ndajtë 5 vjetë këpori ka ndajtë. Që tu. E kom tentu më arë mas lutës, ku mujtë më arë, nuk më kanë gjanë. E këpore o arë mi ka pu dokumenta, ta mund është marë të këtu edhe adjen, e i ku marë thminë e mi edhe thminë e blatë, ka qene e po me më rëmet këpore, që shka nejtë, i la ketë me pajise, me rrimë, me ketë që shuka, që shuka është tarak, që ka zemë që shuka. E rëzekume me zalë, me thosë, ketë e la qashtë, ta ti mund është marë me pano. Unë edhe u kësoa, ta është po vi, se mas lute, mas 4-5 vjetë mas lute s'ku mu të marë dhe që të. Po tani mas i dullen ata këpori, erdhe në mlenë mu, në erdha, kur erdhe në mikë, ta jetë i sunë është martë. Që su i martë, është në vend tem, t'jarë me po poqën, si për mu, si për sërpë. Tha shumë e po, marë këty po, ja tha sunë është se s'ka siguri. Tha shti, përshka orti, a për unë po, atër edhe mu ba ma sigurin. Ta ja tha shumë, ta po të shkodjim të sërë, ta po të shkodjim. Tha shumë e po rrimër në tokë teme, në vend tem, edhe së blanë. Dhe është shpallë pavarësia. Kër është shpallë pavarësia, atëherë, teritori për ndomë, atëherë, e në ardhja këna njësë. 37 ditë jam marë që të vetëm. Nuk më lashin me hinë shpiteme, këpore e mikë, o korët e ku me krejtë, me gjumë, me të gazeta shkënë. A dinë të qigurinë matë madhe, kom pasë se presidenti, se kryetari parlamenti, se krejtë në qatë ku, kër jam marë këtu. Se krejtë o korët e ku me këtu me tenke, me policitë, mikët e të këporit. Bile pa ta marrë njerë aparatin, se aparati është arma me më, ka rritë teknologjia, edhe ta është dësha me fotografu. Se ata kur gjyshin sërt, ata më shepshin. Edhe në dësha me fotografu, mi pasë dokumentatin, e tunë. Edhe ma morën në aparatin ta. Pse ke marrë? Thash e kom marrë, kishin edhe 2 punëtor me mu. Thash për me pasë kujtim, adin që pëndërtojnë shmi për i disën, këtë tha, ja, ma morën, s'palan. A unë të isha me pasë argument, se në shqiptarë që në mësu e vesh me thonë, vëllak më po, vëllak ne, unë të isha me qitë fotografi dhe me që. A të kanë kërcënu ndë njëherë për këto kulla? Po këty më kanë shënu, po kanë darë
njerë ka nërë. Po, më ka thosë s'kimi maru, unë e këmë kam i maru, këtu ka qenë këpore o miki. Jam mënu me po dialog me ta që nuk më shanë bërrejnë me të shkje. Ata ishin të armatosën, me Shqipka, që ty në bërëm ka një. Edhe po i thamë ati për këtyshit ka gjekë tyne. Ta ma kanë vërë thonë, e kanë vërë poplin tem, e kanë masakru. Edhe sa shka përgjën këta. Po ajo seke, po me tërhiq nuk i tërhiqin, këta që ishin këpore dhe miki nuk i tërhiqin. Bilim blanke për Shqipe që jo miki për i thret, kur visha një këta. Ta një gjallë keme mu këtë, tyve në pas gjatë për gjallë u ko punëtor, një firme ma dhamë me punu, a e kështë pas bove në pramë. Ta Allah e pas nuk e lopë me hi shkanë, mo, ta së të dëraj kur, edhe ka kapi gure e ka gjujtë. Ta shmo pas që për në rejtë, në i pak. Ta Allah e ta letë në rejtë, letë apoj në të se bove të ma kanë mytë e tjo dlohë në popë në teme, e gjujtë me gure. E na hi që aty të një. Kime maru shpinë këtu, nuk kime maru, unë e kam me maru, pse mos me maru. Kjo është tokë të ardname, tokë lire, tokë shqiptare. Tokë teme po vijë, asë pjo marë, asë pjo qërpaj. Mirë po janë kome, kam gullje për mos marrën e këtë. Mirë po arrita, kam gullje e me dhe që. Edhe kësa interviste e të fundi e qyshe do zakonin e përkulla, unë e po i thëmë ditën e mirë Bacetali. Bacetali, fajnderit shumë për kohën. Shumë fajnderit.